Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjekët e mbajnë në sekret kjo bimë në kopshtin tuaj ju shpëton një herë mirë nga ky problem. Ndërkura dhe trajtimet e pafundme në krye të listës qëndrojnë gjithmonë ato me bazë bimore dhe natyrale. Të trajtosh flokët e dëmtuar apo t'i mbash ata të shëndetshëm janë dy procese njëjtë të vështira. Kushdo i cili ka flok delikat apo të gjatë e kupton fare mirë këtë. Ndërkurat dhe trajtimet e pafundme në krye të listës qëndrojnë gjithnjë ato me bazë bimore dhe natyrale. Dhe për këtë arsye me siguri të gjithë ju keni dëgjuar për rozmarinën, e cila përveç shijes të saj të mirë negative ofron benefite edhe për flokët tuaj. Këtë herë ne do t'ju këshillojmë se si ta përdorni rozmarinën në flokët tuaj për të patur rezultate sa më të mira. Kjo erëz është një trajtim natyral dhe fantastik për sa i përket flokëve të dëmtuar dhe njëkohësisht delikat. Si fillim, përse duhet ta përdorni? Së pari, rozmarina do t'i dhurojë flokëve tuaj një aromë të mrekullueshme e cila do t'a bëjë edhe ngjyrën e tyre akoma edhe më të fortë. Sipas ekspertëve, efektet më të rëndësishme kjo erëz i ka sigurisht tek shëndeti i flokëve dhe tek skalpi i kokës. Sipas tyre, nëse vuani nga problemet e zbokthit, kjo erëz është mjaft e rëndësishme pasi do t'ju japë zgjidhjen që të gjithë ju po kërkoni. Kjo pasi stimulon rritjen e mirë të flokëve, forcimin e rënjës, shkëlqimin e tyre dhe sigurisht ju çliron edhe nga stresi. Si ta përgatisni? Në këtë video ne do t'ju sugjerojmë 3 mënyra të thjeshta dhe të shpejta se si ta përdorni këtë bimë të mrekullueshme në flokët tuaj. Atëherë, si fillim le të nisim me vajin e rozmarinës. Për të përgatitur vajin e rozmarinës, nuk do t'ju duhet asgjë e veçantë përveç se një tufe me rozmarinë dhe gjithashtu pak vaj ulliri. Merrni 1 ose 2 deg rozmarinë dhe vendoseni në një enë apo në një shishe qelçi hermetike. Mbusheni atë me vaj ulliri dhe mbylleni mirë me një kapak. Këtë enë lëreni në një vend të errët dhe të thatë për të paktën 1 muaj dhe më pas kjo do të jetë gati. Aplikojeni vaj në flokët tuaj të thatë dhe do të shikoni se si flokët tuaj do të ndryshojnë. Mbajini këtë maskë në flokët tuaj duke filluar që nga rrënja dhe deri tek majat për 1 orë në mënyrë që rozmarina të veprojë. Uji i rozmarinës. Një tjetër mënyrë shumë e lehtë e përdorimit të rozmarinës është edhe nëpërmjet të zjerjes së saj në ujë. Për të përfituar sa më shumë, ju do të keni flokë të butë dhe të shkrifët. E gjitha çfarë ju duhet të bëni është që të mbushni një tenxhere me ujë, ta vendosni atë në zjarr të ziejtë dhe të shtoni disa degë rozmarinë. Kur uji të jetë të zjerë plotësisht dhe rozmarina të ketë lëshuar të gjithë ekstraktin e saj, atëherë fikeni zjarrin dhe lëreni që të ftohet pak. Më pas, kullojeni atë me kujdes dhe mund ta shpëlani kokën me të menjëherë pas dushit. Gjithashtu mund ta ruani në shishe të vogla dhe të lyeni flokët çdo herë pasi të bëni dush. Tonik me rozmarinë. Për këtë trajtim do t'ju duhet një përzierje e gjithë çfarë mësua deri më tani. Në një shishe hidhni gjysmë litër ujë të nxehtë, 5 lugë gjelle ujë rozmarinë, si ai që shpjeguam dhe 10 pika vaj rozmarine. Lëreni ujin të ftohet, më pas aplikojeni këtë tonik tek rrënjët e flokëve si një trajtim kundra zbokthit dhe problemeve me skalpin. Gjithashtu, rozmarina ka veti të jashtëzakonshme, është një barishte kulinare dhe shëruese. Kjo bimë shumë vjeçare drunore është vendase në rajonin e Mesdheut, ku është përdorur si ushqim dhe ilaç për shekuj me radhë.
ashtu si rigoni, mentja dhe kanella, rozmarina gjendet shpesh në formë vaj esencial. Vajrat esencial janë ekstrakte shumë të koncentruara dhe të distiluara të komponimeve bimore të avullueshme. Ato përdoren për gatim, pastrim, bukuri, shëndet dhe qëllime të tjera. Vaji esencial i rozmarinës është i zakonshëm dhe mund ta blini dhe ta përdorni si një ilaç shtëpiak. Përdorimet shëndetësore të vajit variojnë nga përfitimet antioksiduese dhe antiinflamatore deri tek përmirësimi i kujtesës edhe më shumë. Vitet e fundit ka pasur pretendime se vaji mund të jetë i shkëlqyeshëm për rritjen e flokëve. Disa thonë se madje mund të parandalojë rënien e flokëve, duke vënë në dukje përdorimin e rozmarinës nga kulturat mesdhetare në shpëlarësit e flokëve për të nxitur rritjen e flokëve për qindra vjet si dëshmi mbështetëse. A mundet vaji i rozmarinës të trajtojë rënien e flokëve? Ideja që vaji i rozmarinës inkurajon rritjen e flokëve mund të vijë nga përfitimet themelore shëndetësore të rozmarinës. Bima në formë vaji esencial thuhet se ka veti antiinflamatore, nxit rritjen e nervave, përmirëson qarkullimin. Ashtu si vaji esencial i mentës që përdoret gjithashtu për të nxitur rritjen e flokëve, vaji i rozmarinës forcon qarkullimin. Si rezultat, mund të parandalojë që folikulat e flokëve të mos kenë furnizim me gjak të vdesin dhe të çojnë në humbje të flokëve. Përveç stimulimit të rritjes së flokëve, vaji esencial i rozmarinës përdoret për të parandaluar thinjat e parakohshme dhe zbogthin. Mund të ndihmojë gjithashtu edhe në trajtimin e thinjave ose kruarjen e kokës. A i mbështesin studimet këto pretendime? Sipas disa provave shkencore, rozmarina mund të jetë dobishme për rindjen nervor. Acidi karnozik, një përbërës aktiv në bimë, shëroi dëmtimin e indeve dhe nervave në një studim. Kjo aftësi për të shëruar mbaresat nervore mund të rinovojë edhe nervat në lëkurën e kokës duke rikthyer nga ana tjetër rritjen e flokëve. Si duhet ta përdorni vajin e rozmarinës për rënien e flokëve? Këto janë disa nga mënyrat për të provuar përdorimin e vajit esencial të rozmarinës si një rinovues dhe trashësues i flokëve. Provoni ndonjë nga këto trajtime 1 deri në 2 herë në javë si fillim. Masazhojeni direkt në lëkurën e kokës. Pasi të përzieni rreth 5 pika vaj esencial rozmarine me një lugë çaj, vaj bartës si vaj jojoba ose vaj kokosit, masazhojeni në mënyrë të barabartë në lëkurën e kokës pas dushit. Shpëlarja e vajit më pas është opsionale, edhe nëse e shpëlani. Lëreni vajin të ulet në lëkurën e kokës për të paktën 5 deri në 10 minuta. Përzieni atë në shampon tuaj. Kjo mund të zbatohet edhe për zbutësit, locionet ose kremrat. Tregoni të sigurt dhe mos shtoni shumë. Mbajeni në rreth 5 pika për 30 gram të produktit. Më pas përdoreni produktin si zakonisht. Ju gjithashtu mund të shtoni 2 deri në 3 pika direkt në çdo produkt flokësh kur aplikoni në pëllëmbën tuaj para përdorimit. Shmangni marrjen e vajit esencial në sytë tuaj. Nëse ndodh kontakti, shpëlajini shpejt sytë me ujë të ftohtë. Gjithashtu keni kujdes që të mos aplikoni shumë në skalpin tuaj. Dihet se vaji esencial i rozmarinës irriton lëkurën. Mund të shkaktojë siklet, por nuk ka rrezik për shëndetin. Për të shmangur acarimin e lëkurës, holloni vajin me një vaj transportues ose një produkt tjetër përpara se ta aplikoni. Duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona,
që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.